Tung, unë jam Sevimi dhe këto janë 10 përgjigjet e mia për Yellow Talks. Lind apo bëhesh i talentuar? Fëmiu zakonisht lind, i talentuar, mirë po varet nga mjedisi, si flitet me të, varet nga mënyra se si komunikoj me të, prandaj lind diçka, mirë po me kalimin e kohës duhet të ushqihet që të zhvillohet talenti. Si e dallon një fëmijë të talentuar nga një fëmijë hiperaktiv? Fëmiu i talentuar zakonisht orientohet në një fushë të caktuar që ka talentin e vet. Për shembull, një fëmijë i talentuar në një fushë mundet të qëndrojë me orë të tëra duke lexuar, duke ndërtuar, duke vizatuar, në krahasim me atë që është hiperaktiv. Zakonisht kur ne punojmë me fëmijë, konkretisht me fëmijë direkt, fëmijët zakonisht fillojnë dhe humbin përqendrimin, humbin koncentrimin, dhe çdo aktivitet që e merr e lën përgjysëm. Do të thënë, fillon një aktivitet dhe lën përgjysëm. Prandaj hiperaktiviteti nga talenti dallon nga ky aspekt. A është dhunti në moshë të vogël garanci për sukses në jetë? Absolutisht jo. Normalisht dhuntia është një avantazh por jo një destinacion. Varet nga ambienti, nga motivimi, nga orientimi familjar për me arrit edhe sukses në jetë. Nëse ne nuk i ofrojmë këto kushte fëmijët të talentuar apo me dhunti, normalisht ai mundet me humb gjatë kohës potencialin e rrugës. A mund të kthejë talenti në problem psikologjik ose social? Zakonisht po, kur fëmiu ndjehet se duhet të jetë më i miri, sidomos kjo vjen nga prindërit, ku prindërit kërkojnë perfeksionizmin nga fëmijët e tyre që shohin që kanë aftësi të jashtëzakonshme, dhe fëmiu fillon të ndihet me duke pritur perfeksionizmin, ato që kërkojnë prindërit e tij, normalisht që fillon të krijon nivel të lartë të ankthit, të frikës, nivel të stresit dhe fillon të izolohet në veti. Prandaj gjithmonë duhet të kemi stabilitet emocional tek fëmijët me inteligjencë të lartë ose tek fëmijët me talent dhunti. A e frenon sistemi arsimor kreativitetin e fëmijëve të zgjuar? Po, për shkak se në shkolla fëmijët duhet të ndjekin plan programin e paracaktuar të sistemit arsimor, ndërsa fëmijët me talent kërkojnë kreativitet, kërkojnë liri, kërkojnë fleksibilitet të vazhdueshëm dhe normalisht që kjo frenon edhe zhvillimin e talentit të më të tjeshëm të një fushë që është i përcaktuar fëmiu. A i dëmton lëvdata e tepërt, ti e gjeni, fëmijët e talentuar? Fëmiu fillon të krijon identitet të rënd tek vetja vet, dhe normalisht ai fillon të mendoj që duhet të jetë në çdo fushë gjeni. Dhe fillon të mendoj që suksesi duhet të jetë jo produkt i rezultateve, por produkt i etiketimit të tij. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta lavdrojmë në suazat e normales për të pas rezultat gjatë procesit e jo për të pas rezultat patjetër atje gjeni. Cilat janë gabimet kryesore që prindrit bëjnë me fëmijët e talentuar? 3 gabime zakonisht që hasim ne në klinikat tona tek prindërit e tillë janë mbingarkimi, pritshmëritë e jashtëzakonshme nga fëmijët e tyre, kurse angazhimi i tepërt, pastaj krahasimi, bëj si filani ose mos bëj si filani, e shef ai se çfarë suksese ka arrit, ose e shef ky se si ka dështu, etj. Fillojmë ne si prindër t'i mendojmë fëmijët si projekt dhe jo si fëmijë që kanë edhe nevoja emocionale, jo vetëm të arrijnë në fushën e aspektit intelektual. Prandaj duhet të kemi parasysh që fëmiu ka edhe nevoja emocionale. Fundja fundit është edhe fëmijë. Se disa fëmijë shumë inteligjent kanë nota të ulta. Sistemi i matjes ose vlerësimit nuk përputhen procesit të menduarit të këtyre fëmijëve. Edhe pse mësimdhënësit sot janë mjaft fleksibile dhe mundohen të jenë fleksibile gjatë procesit arsimor, mirë po fëmiu me inteligjencë të jashtëzakonshme nuk është që përshtatet ajo mënyrë e procesit arsimor ose ajo mënyrë e procesit të vlerësimit. Prandaj shumë e nevojshme në Kosovë të fillon të trajnohen mësimdhënësit për hartimin e planit individual për këtë kategori të fëmijëve. Sepse fëmiu me inteligjencë të jashtëzakonshme nuk arrin të përshtatet me formën e vlerësimit mekanik të paracaktuar nga Ministri i Arsimit. Edhe pse deshta me sekullëzimin administrativ. Çfarë i frikson
më shumë fëmijët e zgjuar? Zakonisht ta fëmijë kanë frikë më së shumti nga dështimi, ose nëse marrin ndonjë aktivitet, ta përfundojnë dhe në fund të shpërblehen dhe të arrijnë perfeksionizmin. Kjo është problemi dhe frika më e madhe e fëmijëve të zgjuar. A duhet testuar inteligjenca e një fëmije? Patjetër që po, nga një profesionist i shëndetit mendor, konkretisht nga një psikolog klinik i licencuar, duhet testuar, duhet vlerësuar niveli i inteligjencës së fëmijës për të parë më konkretisht cilat janë nevojat, në cilën fushë po ashtu e kemi talent fëmijën, që të vazhdojmë të japim këshilla prindërve, që të vazhdojmë më tutje, që të japim mënyra, metodologji, mënyra e ambientit se si të zhvillohet për atë fëmijë, që të vazhdojnë tutje për angazhimet më tutjeshme dhe zhvillimet në fushën e tij të